Mirë mëngjes nga këndi i kuzhinës. Jemi gati, zonja Vjoca, të nisim dhe sot? Gati. Jemi në prakt fundjavës, unë me njërë do të nisim një lën karrote me shtrytën time kenvo dhe bëj shumë shpejt i di, kështu që jam gati tani, por çfarë do gatuajmë? Ne sot do të gatuajmë fileto peshku merluc me një salcë të kuqe, që është një salcë e zakonshme, por ingredientet e tjerë bëjnë ato më të shijshme, më të këndshme, më aromatizuese. Edhe të veçantë, besoj. Të veçantë, sigurisht. Mirë, shumë mirë. Atëherë, për të përgatitur këtë recetë, na duhen 500 gram merluc, 2 lug miell, 400 ml salcë, jo me copa domate, po thjesht salcë, disa gjethe borziloku, 1 lug kaperi të shplar, se ju e dini që është shumë i kripur, një 2-3 fileto të vogla acquge, 15 kokra ullinj, pabërthan, krip dhe borzilok, piper të zi. Këto ishin të gjithë përbërësit që na duhen për recetën e sotme, shumë mirë, sigurisht që bashkë me Anvisa do të kemi mundësi të shohim dhe grafikisht, por le të nisim nga puna dhe ta nisim me vëllë. Ashtu. Gati. Tani, nga do ta nisim punën? Ja, pra e nisëm punën. Po, e nisëm punën, sigurisht, marrëm pak beta karoten se më duhet sigurisht në ditët tani që vi. Do ta fillojmë punën me salcën. Do të vëmë përpara salcën, pastaj do të presim pjesët e merlucit nga fileto sipas dëshirës që keni, madhësisë që keni, por nuk do t'i lëmë kaq sa që janë. Filetoja qënë ka zonja Vjoca e freskët, simpatike, me të vërtet që të ngacmon syrin dhe stomakun me njëherë. Të duket se e marinuar, Pse e ke marinuar? Jo, nuk ka marinuar, por me që e di që ti ha shumë të marinuar. Po, më pëlqen shumë kru do. Po. Atëherë fillojmë nga puna. Fillimisht, në një tigan, unë do të vendos 3 lug vaj ulliri. Po. Sa po vaj ullirit të nxehet pak, do të hedh komplet salcën në të. Pastaj, të gjithë përbërësit e tjerë me radhë. Nuk po hedh udhër, Zonja Vjoca, salcë? Po, salcë domate. Do me thënë, receta është me salcë? Po, me salcë. Po të dua mund të përdorim dhe pak domate të freskëta? Jo. Okej. Tani do të filloj me radhë, do të marrë kaperit, fillimisht. Do t'i presim? Po. Do të mjapësh vetëm pak lugën e drurit. Okej. Do t'i hedhim këtu. E ullim temperaturën. Dhe fillojmë i grim pak kaperit. Ka ndezur më? Ka ndezur, është vetëm e kam ullë temperaturën për momentin. Kemi fileto merluci. E hedhim brenda. Vajin e ullirit, salcën e domateve, edhe kaperit. Sigurisht që edhe sasia... Gjithmonë kaperin do t'a shplajmë, për arsye se kaperin kur konservohet ka krip të tepërt. E qartë. Kaperin e gjejmë kudo në për supermarkete, për gjitha Anvisa që ndoshta nuk e kanë përdorur, megjithëse ne kemi këshilluar her pas here në recetat tona, të konservuar në çdo supermarket gjendet shumë kollaj. Edhe acquget janë të konservuara, sigurisht, i grim dhe japin një aromë të veçantë peshkut, salcës. Pastaj do të marrim të grim ullinjt, po ullinjt do t'i hedhim pak më vonë, t'i largojmë këto përbërësit, ta shplajmë që këtë. Përgjithsisht, zonja Vjoca, të tilla përbërës në të tilla receta, sidomos kur flasim për gatim me peshku, kanë atë origjinën italiane, vinë nga përtej detit. Fundja dhe ne në kulturën tonë i kemi përfshirë shumë, zonja Vjoca, shijet italiane, apo mënyrën e të gatuarit, përbërësit që përdorim. Tani, të spjegojmë këtë pjesë.
Po. Po. Apo ta shohim një recetën grafikisht për mua dhe gjitha visat në shtëpi, zë një vetë shpejt e shpejt përpara se të nisi dhe puna intensive. Le ta shohim pak gjatë lutëm recetën grafike. Dhe kemi fileto merluci në salcë të kuqe, 500 gram fileto merluc, 2 lugë gjelle miell, vaj për skuqe, 400 gram lëng domate, 1 lugë gjelle kaperi, 15 kokra ullin të zinj, 2 fileto acquge, burzilo krip dhe piper i zi. Ndërkohë që kaloritë respektive për recetën janë, në total janë 408 kilokalori. Po. Ja të tek i shohim edhe në ekran, karbohidrate janë 12.5 gram, proteina 38.5 gram dhe yndyrna 24 gram. Gjethet e borzilokut nuk i kemi shplar, po i kemi pastruar me ndihmën e një picete të e qartë. Pak të lagur, të shtrydhur. Po pse nuk e bëjmë ne këtë? Nuk e bëjmë se na ikën aroma. Edhe zakonisht e presim me duar. Pra, gjithçka këtu në këtë moment është gati. Do të hedhim vetëm shumë pak krip dhe e kontrollojmë her pas here. Her pas here, sepse salca do filloj që të trashet dhe sigurisht nuk do të jetë në këtë trashësi. Do bëhet akoma më e trash. Do t'i vëmë kapakun dhe do t'a lëmë për disa minuta sa ne të fillojmë të kaurdisim pak, të skuqim pak me miell filetot e peshkut. E qartë. Përgjithsisht sa kohë e lëm salcën, zonja Gjercan? Po një 10 minuta. 10 minuta, se ndodhë që në fakt salcat nëse i lëm shumë ato... Jo, nuk do i lëm në të hidrohet, shive, temperatura shumë e ullët, do t'a lëm këtu, dhe këtu tani do fillojmë të punojmë me filetot. Ka dhe fileto e një procedutë? Po, e kam vendosur këndi. Urdhra. T'ja vendos salcës? Po, birë se vendosur. Shumë ashtë. Tani vazhdojmë këtu. Pra, na mbetet vetëm një përbërës për të hedhur tek salca. Na mbeten ullinjt, që do t'i presim unaza, dhe do t'i hedhim më pas tek salca. Tani marrim 2 lugë miell, i hedhim në një... Jo, nuk i hedhim fare këtu, e bëjmë ndryshe. Nuk do t'i lyen, fillimisht mendoj do t'i lyenin, prandaj do t'i vendosim. Po, me që unë i kam kushtet këtu akoma më të mira, kanë visat le ta bëjnë edhe mund ta lyejnë, po që ato të marrin sa më pak miell, unë do t'i pudros me këtë që pudros kekun. Marrin filetot. Kështu që janë visa, le ta memorizojnë edhe këtë pajisin që ka zonja Vjollca këtu, se nuk i dihet ai kuici jon, do një ditë mos na shfaqet edhe do bëjmë me duar e me këmbun me zonjën Vjollca pastaj, është ajo pajisja. Pikërisht për këtë e bëra dhe unë, se më parë në shtëpi e kam vendosur, e kam bërë kështu siç desha ta bëja në fillim. I presim copat e peshkut në një masi të tillë. Copat e filetos. Po. Ja. Këtu ku janë, i pudrosim shumë pak. Tani kjo pudrosje që ne po i bëjmë ti që është minimale si pas zgjedhjes tënde. Është vetëm që kur ta vendosim në tigan të mos në ngjitet. E kuptova, nuk ka asnjë funksion tjetër. Se përgjithsisht në miellin e kemi shfrytzuar për mirë, le të themi, në salcat për të na trashur pak lëngu. Po. Në këtë rast, që mos të na ngjitet, dhe të bëhet pak krokante për momentin. Do ta vendosim dhe në furrë. Furrën e kam parangrohur në temperaturë 180 gradë, që mbasi të mbaroj këto procese, do t'i montoj të dyja në një tavë, xhami, dhe do t'i vendos në furrë për sa? Për 10 minuta. Okej. 10 minuta salca, 10 minuta në furrë. Kontrollojmë salcën. Në total 20 minuta të plota për realizimin e recetës, përgjithsisht jo se na duhen më shumë, po ka ndodhur për shkak si bëreçka që i duhet një kohë për pjekjen. Po. I vendosim, do dhe një qik vaj, vazhdojmë, pudrosim të tjerat. Mbasi kam shplar filetot janë të gatshme dhe mund t'i blejmë të ngrira në frigorifer në çdo supermarket. Mbasi kam shplar, i kam thithur lagështirën me pak letër tavoline. Asa për të tamponuar. Bravo. E qartë. Se nisim tani të hymë në sezonin kur pikërisht konsumi i peshkut është i vazhdueshëm, është i shumt,
në fakt edhe të gjithve na pëlqen shumë, edhe bërë shumë mirë që na propozon pikërisht një recetë të freskët, do thoja unë, edhe me të vërtet shëndetshme, pasi peshku nuk duhet të harrojmë ta konsumojmë minimumi 2 herë në javë. Për të gjithë ne na bën mirë. Prodhimet e detit, siç e kemi thënë, janë të pasura me omega 3, kështu që ne japim recetat. Edhe mundësit, që të shojnë edhe të gatuajnë sa më shumë. Zonja Vilca vazhdon me gatimin e saj, kemi vënë fileto në zjarr, me pak vaj ulliri dhe të pudrosur me pak miell. Po. Japim një faqe, sa të zverdhen shumë pak. Se është mirë në fakt që mos ta skuqim shumë, apo mos ta gafërdisim shumë, mos ta lëm shumë në zjarr, pasi do ta vendosim edhe në furr. Po. E do të jetë e mjaftueshme për të mos ja humbur edhe vlerat e tij ushqyese. Sigurisht që skuqja e tepërt gjithmonë sjell dëme. Ja, edhe ullimt në unaza. Ndihma jote është... Po, absolute. Po. Tani, e kishim bisedën? Ku e kishim? Tek gatimet italianet, Po, tek natyra, po, që ne kemi... është e vërtet. Po, kemi sjell në gatimet tona, sidomos me bas peshku. Me të drejtë, zonja Vilca, sepse fundet janë aq të shijshme, sa që nuk mund mos bënim ndryshe. Kemi thënë që gatimi është kulturë kulinarie, Po. Tani, më falë, më thuaj një në modë, në veshje, importon të diçka? Sidomos nga Italia njërë shumë. Shumë. Nejse, unë nuk po përcaktoj nga Italia. Po, nga të gjitha trendet, ku do në përbot, janë kryeqytetet botërore, cilat pikasin trendet e fundit, sigurisht. E njëjta gjë ndodh edhe në kulinari. Në gatim, po. Po. Tani, kemi në një tigan, pothuajse u bën gati gjysmë të skuqura, jo shumë, një trullose, filetot e peshkut. Po. Do të më japësh çik një lugë, patjetër, ku unë do të shtroj fillimisht një shtresë me salcë. Salca, siç e shikoni ju, është e lëngshme. E lëngshme. Dhe unë shtroj një shtresë të vogël, të hollë, desha të them, me salcë. Kjo mund të përgatitet në tava balte, për porcione të veçanta, por mund të përgatitet dhe për porcione bashkë. Vendosim këtu filetot e peshkut. Ashtu. Në fund do t'i hedhim edhe ullinjt. Se ullinjve do t'i mjaftojnë nxehtësia që do të marrim për nga pjekja në furr. Që të qëndrojnë. Ja filetot. Prandaj I prem në mënyrë që t'i organizoj mirë edhe në tavë. Po pati, jo, s'është fjala se është tava këtu, ndoshta mendon ti edhe tava edhe më e madhe po t'ishte, nuk do t'i vendosim. Kështu është receta dhe kështu e bërëm dhe ne. E qartë. Ndërkohë, regjia zonja Vilca po përgatit recetën, po vendos filetot e merlucit tashmë të kafërdisura pak me vajin e ullirit dhe me pak miell që I pudrosëm në tavën ku vendosëm një shtres salce. Dhe ju mund të na ndihmoni dhe mundsoni pikërisht pyetjen e ditës së sotme në mënyrë që ta anvisa të kenë mundësinë që të na telefononi dhe të nisim pikërisht me propozime, duke qenë se jemi fundjavë ja tek shfaqjet pajisja. Do donim edhe unë dhe zonja Vilca që një nga anvisat apo zotrin që na ndjekin çdo ditë të kenë mundësinë që të fitojnë, të japin përgjigjen e saktë për pajisjen edhe të shijojnë një drek apo një darkë tek Resort Kame. S'po flasëm. Jo. Se janë bërë llafazane. Jo. Për Resort Kame. Po, edhe ty, si çdo person tjetër zonja Vilca, pëlqen shumë natyra. Më pëlqen. Kështu që të kuptojmë sidomos tani që pemët kanë qelur, ai lumi gurgullon atje.
Mos folë se që është. Ajri pastër. Edhe ja ku vjen telefonata e parë. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Si jeni? Ne jemi shumë mirë si çdo ditë duke gatuar, duke shijuar. Dua që t'ju përgëzoj për recetat që bëni. Faleminderit. Janë vërtet të mrekullueshme. Faleminderit. Dhe doja që gjithashtu të përgjigjesha për kryqin. Patjetër. Atëherë, ajo pajisja përdoret për të qoruar, për të prerë, për të shtypur dhe për të hequr bërthamën avokados? Bravo! E gjete! Dhe me porosit ishe bërë ditën e premte. Po, për fundjavë. Të bëftë mirë, do më kujtosh në mënyrë të veçantë mua, kur të shkosh atje. Po. Do thuash, ka shumë të drejtë vjollca që thotë, këtu është parajsa në tokë. Kur të na telefonoj sërish vajza, me siguri që do të na jap edhe opinionin e saj për sa është argëtuar në resortin Kame, më në fund e gjetëm edhe përgjigjen e dur të kësaj pajisje së vogël që ashtu siç unë thoja përdorej vetëm për një produkt dhe ishte avokadoja që zonja Vjollca në fakt e ka përdorur dhe në sallata, dhe në gatime, dhe në ëmbëlsira, nga se kemi vënë avokadon. Është vërtet. Tani do bëjmë një porcion të veçantë. Ti themi janë visave që përveç se... Ti themi janë visave që mund të mbajnë me hatër dikë në shtëpi. Jo, asë një zbaj me hatër. Po pse është i veçantë porcionin? Po t'ja themi janë visave se si... Po kush do të hajë porcionin? Po ti, vetëm ti. Zonja Vjollca më mbajnë mua, avizat në shtëpi mbajnë vajzën e tyre të vogël, mbajnë bashkëshorti, nuk e di si pas dëshirës. Jo, ti e meriton, sepse punon. Ai që punon, ha. Duhet të japim të gjithë kontributin, ka të drejtë. Kështu që mund të bëjmë dhe në porcione, thash, të veçanta. Atëhere, i pudrosim për sëri, copat. Zonja Vjollca, ti pudrose copat dhe do të vjosh tani ti vendosësh edhe ti. Besoj është e njëjta procedurë. E njëjta, ajo është gati për në furrë. Mirë, zonja Vjollca, ne fileton e peshkut, të cilën e bëm gati, e përgatitëm bashkë me salcët, kemi vendosur të dyja tavat në furrë, sepse thamë që do të jepnim 2 variante. Po. Do ta lëmë edhe pak. Është një variant i servirur në 2 variante. Por përbërësit janë në një variant. Po. Atëre, me çfarë shkon peshku? Me rukola, me sallat, dhe unë këtu përzjeva gjatë kohës që njësida po fliste, salat jeshile, me pak rukola, dhe hedhë në një pjatancë. Po. Kam këtu... Dhe unë si çdo ditë, zonja Vjollca, si një psqare që jam, edhe pse ti na gatuan peshk për na bën këtë sallatën, prapë mendjen te tuloni, te kremviçet e pulës, te sallamrat e ëvës e kam. Po. Si që kam të qokolatat njësoj, kam shu të bara zëvlefshme. Jo, ti thuaj që deri tani e konsumove, e hëngre. Jo 1 po 2. Ti mos i thuaj të gjitha. Po të gjitha, unë këtu jam për të thënë të gjitha. Se ata që na shohin thonë ç'është kjo. Po ç'është kjo? Sërin ka 1 sekond. Ja, s'ka vetëm i hahet. Po pse mos hash? A janë për të ngrënë ato? Po pra. Po problemi është unë jam mësuar me hëvën, se ne gjithmonë e kemi patur në shtëpi. Po këto kremviçet e pulës që janë produkti i ri, akoma nuk kam arritur që të konsumoj mjaftueshëm edhe të ndihem e ngopur disi. Çdo ditë shtu e kam nga njerë nepsin. Të bëft mirë. Pastaj që këtu jemi në kuzhinë, ne gatuajmë, si mos të më vi neps mua. Po të bëft mirë, madje thua që janë dhe shumë të shishme. Përveç se të freskëta janë dhe shumë të shishme. Pikërisht. Ndërkohë zonja Vjollca, po, ta shohim recetën paragrafikisht? Patjetër. Se anvisat me siguri e kanë të nevojshme që t'i kthejnë dhe një herë përbërësve të fileto së merlucit që gatuan me salcën e kuqe, dhe ja ku e kemi gati recetën, kemi 500 gram fileto merluc, 2 lugë gjelle miell, vaj për skuqe, 400 gram lëng domate, 1 lugë gjelle kaperi, 15 kokra ullin të zi, 2 fileto acquge, borzilok, krip dhe piper të zi. Për këtë recet, kalorit ishin 408 në total kilokalori, dhe kemi karbohidrate 12.5 gram, proteina 38.5 gram dhe yndyrna 24 gram. E shoqëruar dhe me një salat të stinës që i shkon shumë mirë për shtat edhe peshkut me rukola, me pak sallat jeshile, domate të vogla dhe pak parmigiano për aromë. Dhe gjithçka është gati. Unë po i hedh një sy me një herë tavave që kemi në furrë. Ti shoh pak.
Ja ku e kam gati një. Ta vendos këtu. Po. Që t'i lë vëndeve tjetrës. Siç na ndoqën visat, tavat pothuaj se ishin gjysmë të gatshme. Opa. Do të thotë që salca ishte përgatitur veç, kishte shkuar në momentin e zjerjes gati për të konsumuar. Gjithashtu, edhe filetot e merlucit ishin gjysmë të gatshme, mjaftoi 10 minuta aq sa në sipërfaqe na del pak yndyrë. Kjo tregon se gjithçka është gati për të konsumuar. Në momentin që ka këtë pamje, në momentin që yndyra është pak e dukshme, atëherë do të thotë që është gati. Megjithatë, edhe duke e matur kohën fiks, 10 minuta që i deshën për tiganin, 10 minuta në furrë, është koha mjaftueshme që sallatës kemi për të hedhur vetëm aceton. Po, do ta marinojmë pak sallatën vajullirit, aceto sipas dëshirës. Është gati për të konsumuar. Dhe filetot e merlucit vetëm i pudrosëm edhe i dham një po, jo fillimisht hodhëm pak fare vaj për arsye se thash 2 lug ose 3 dhe 2 mjaftueshëm do të ishim për arsye se ne gjatë rrugës do të skuqnim peshkun dhe sado ato thithim pak yndyrë. Pra, hodhëm 2 lug vaj ulliri, më pas shtojmë salcën, salcë të gatshme, jo salcë me domate, dhe aty do të hedhim që të gjithë përbërësit e tjerë. Duhet kenë kujdes anvisat me çdo kusht. Kaperi, një lugë gjelle kaperi që ne përdorëm për gatimin, duhet ta shplajmë, se ato janë shumë të kripura. Gjithashtu dhe acugët kanë kripën e tyre. Pra, do të coptohen në grimca të vogla, borziloku duhet fshirë, jo larë, duhet fshirë me një picet pak të butë të lagur, për arsye, këtë e bëjmë për arsye se nëse ne do ta shpëlajmë, ai do t'i heqim komplet aromën e këndshme që je borziloku. E qartë. Unë hudhër nuk përdora, por nuk përjashtohet mundësia, sipas dëshirës tuaj mund ta përdorni, por duke menduar që unë desha të dominonte aroma e borzilokut, e lash tek borziloku. Tani, me qenë se edhe pak kemi zonja Vjoca, edhe unë me të vërtet që dua shumë ta shijoj pjatën e filetos, të merlucit me salcë domate, po të jap një pjatë që ti të më nxjerrësh pak nga kjo këtu. Edhe pse the që ajo ati ishte për mua. Patjetër. Apo ta provoj direkte te kjo e bardha dhe të themi që bëhet e gjithë pjata imja. Ku të duash ti? Zonja Vjoca? Ku të kesh shefti? Ku të dëshirosh ti? Ku e do ti? Këto. Atje, në rregull. Mund të marrësh spirunin dhe ta konsumosh atje. Ja, ta marrë kështu. Se kam shumë larg. Okej. Opa. Ashtë. Se kjo pjata e bardhë ishte varianti i dytë në këtë tavën e baltës, jo, në porcelanin mos gaboj është. Ta baltë është. Balte? Se. Mua? Ta baltë po është ilustruar. Tani, shanset që unë të digjem, janë pak. Mund t'i frysh pak. Po. Më pëlqen. Po, shumë bukur. Sa mirë që s'të pëlqen. Zonja Vjoca është shumë e mirë. Dhe e mban mend që kur nisëm të gatuaj, mund të ngacmova të momenti i salcës, pasi unë parapëlqej gjithmonë që sidomos në gatimet e peshkut, të kenë domate të freskëta, më shijojnë shumë. Po, shumë mirë. Dhe prandaj po ngacmoja. Zonja Vjoca këtë recetën, a e bëjmë tot me domate të freskëta, a e bëjmë tot me domate? Dhe ti the jo, është me salcë domateje. Po. Ke bërë shumë mirë. Është ka që shishme sa s'ka edhe me të vërtet që nuk keni pse fare të ndryshoni përbërësin, do të thoja në fakt kryesor, pasi salca e domates është ndër përbërësit kryesor dhe acuget dhe kaperit i kanë dhe një shije ka ishte veçantë, por në vetë vetën nuk pikasen që është acuga? Ka acuge, ka kaperi. Jeshtë kanë kontribuar në shijen totale. Po edhe borziloku në aromë, të gjitha bashkë, kanë visa të dashura, keni një recet, sot nga zonja Vjoca për të kaluar një fundjavë të shijshme, për të gatuar për të dashurit tuaj në shtëpi fantastike. Bëra shumë mirë që e provova, se me të vërtet që mora pak energji, se sa mirë ndjehem tani, do ta konsumoj të gjithën, e them live. Zonja Vjoca, faleminderit edhe për ditën e sotme. Faleminderit edhe ty për ndihmën.
Ishte shumë bukur të gatuanim dhe sot do t'jemi dhe nesër dhe pas nesër bashkë dhe ditët në vijim, çdo ditë për anvisat në shtëpi, ndërkohë ju anvisat të dashura mund na ndiqni çdo ditë edhe nëpërmjet YouTube duke klikuar Vila 24 Këndi i Kuzhinës dhe mund të shihni të gjitha recetat e zonjës Vjoca atje qetësisht edhe me Terezin tuaj. Patjetër. Ndahemi këtu nga Këndi i Kuzhinës. Mirupafshim nesër. Mirupafshim nga Këndi i Kuzhinës.